Në politikë fiton ai që e bin qytetarin me rrethimin e tij për të vërtetën. Shqo, tash veç edhe diçka, këtu po folim edhe për qytetar që i ke po me kusinja të festu. E drejta votës është... Po, vetëm ata kanë të bëjnë me këtë narrativën që e lëshove ti. Sepse ajo është raca ma poshtër e shoqërisë që ja ka bërë dujqit Serbisë në Kosovë, e ka ikën mas luftës të kërkua azil në Gjermanie, se jemi të njekën për UÇK-s, e tash Albini ja ka dhënë mundësinë mu kthye, mu akmarrën njerëzve të luftës, pse ja ka prishën kumarin me Serbinë. Dhe nëse dhe ati thush popull, veç mos të harrojmë, ne kemi pas edhe një popull që i ka shku edhe Titës për mrapa. Po nuk ka nënkuptuar se çdo gjë, oke, unë e mojnë mand, o ka një varshtafete, si ja qelë si gumave traktorit, një armature edhe vinken për Kosovë, edhe populli dilke duar trokit ka atë armaturë. Mos meno që populli gjithmonë njerëzit me numër të kufizum kanë bon këthesat e mëdha për interes të vendit. Ju këni qenë kritik edhe ndaj PDK, si po vazhdoni edhe tash. Unë... Ndaj mënyrës së opozitarizmit, të molisur për disa vite, sa ishin 5 vite, edhe si sot një fjalë e urtë popullore në natën e fundit të çdo feste nuk mbahet qurani, apo jo? Dhe Shiqo, unë e thash, në këtë rritje... Rezultatet zgjedhjeve nuk mund shikosh në këtë rritje nuk është pa faj PDK-ja, LDK-ja edhe të tjerët, e sidomos LDK-ja, sepse deklarata e parë e 9 shkurtit Albin e Lumir Abdigjikut, pasi Albini i klasifikoi si ajvanat, domethënë ka qenë që si shumë i kënaqur për ngritjen e LDK-s me 4-5%, dhe që domethënë ndotrin në opozit, nuk domethënë dhe këto e kuptoi Albini se opozita nuk mundet më bombash. Pastaj filloi ato lojnat me letra, se ato letra ma shumë konë loj se që konë thirrje, se koalicionet nuk bon, se na jetojmë Kosovë, na dim që shbojnë koalicionet, po bojnë kanë koalicionet me thirrje përmes Facebookut. Opozita dhe në atë kohë ki drejt nuk arriti të bind askë që ka vullnet të jap Kosovës institucionet, qeveri, nëse zoti Kurti nuk do të arrinte të... Këta nuk arritën me bind qytetarin që Albini ka fajet për blokad.